Kush është drejtuesi më i rrezikshëm i makinës? Studimi i grupon grup moshën më të pasigurt në timon. Një studim i ri me 3600 drejtues automjetesh zbulon se cila grup mosh konsiderohet më e rrezikshme në timon. Hulumtimi i zhvilluar në disa vende të botës shqyrton perceptimin e drejtuesve për sjelljen e pjesëmarrësve të tjerë në trafikun rrugor dhe se si këto perceptime ndryshojnë sipas moshës. Konkretisht, kompania britanike Comparison kreu një sondazh me 3600 drejtues automjetesh nga 18 vende për të kuptuar se si mosha ndikon në perceptimin ton për atë se kush është drejtuesi më i mirë dhe kush jo. Në Francë, përfundimi është i qartë. 68% të anketuarve besojnë se të rinjt nën moshën 25 vjeç marrin më shumë rreziqe pas timonit, edhe pse kjo përqindje duket e lartë, në fakt është nga më të ultat midis vendeve pjesëmarrëse, pasi 90% e australianëve dhe 88% e britanikëve e identifikojnë të njëjtën grup moshë si më të rrezikshmën. Megjithatë, historiku çdo brez i ri konsiderohet impulsiv dhe i pakujdesshëm, prandaj këto shifra mund të mos pasqyrojnë realitetin në rrugë, por thjesht një reagim të përbashkët ndaj të rinjve. Ndërkohë që tek të 20-tat të rinjt duken të frikësuar pas timonit, ata që ndodhen në të 30-tat e tyre dhe të 40-tat qetësojnë pasagjerët e tyre. Në Francë, 49% e drejtuesve ndihen më të sigurt si pasagjer në një udhëtim të gjatë me një shofer të moshës 35-44 vjeç. Ky brez duket se përfaqëson ekuilibrin e përsosur mes përvojës dhe shpejtësisë së refleksit. Mendimet ndahen dhe për drejtuesit e moshuar. 61% e francezëve besojnë se ata mbi 75 vjeç ngasin tepër ngadalë. Sa i përket moshës, kur duhet të ndalet drejtimi, francezët mbeten të matur, nuk kanë dhënë opsione ekstreme, si në Hungari, ku 63% mendojnë se duhet të ndalosh drejtimi në moshën 70 vjeç, ose në Itali, ku 65% besojnë se dikush mund të vazhdojë të ngasë edhe pasi është 80 vjeç.